Kemi vargun kyç ose vargun ku neve do të ndalemi 19, pra tek Veprat e Apostujve, kapitullin 3, vargu 19 thot: pendohuni pra, dhe ktheuni që të shlyhen mëkatet tuaja dhe që të vijë koha e fllatit nga prania e Zotit. Pikërisht në këtë moment neve marrim një thirrje të veçantë që vjen nga Perëndia. Në fakt, edhe vetë Jezusi ka pas nisë mësimet e tij pikërisht me këto gjëra. Duke thirrur, edhe po të shikojmë fjalët e para ka qenë pendohu, kthehuni. Rasti të Calit kemi dhe predikimin e Pjetrit. Bëri pikërisht këtë gjë shumë interesante edhe ndryshe nga të tjerë. Kemi këtë njeri që ishte i qalë që e sillin posaçërisht për këtë punë aty tek porta e tempullit, e quajtur porta e bukura, dhe për atë njeri ishte si një ditë e zakonshme, një ditë ku ai shpresonte që do të merrte më shumë lek se sa ditën që kishte kaluar. Shpresonte që do të ishte një ditë e mbarë. Dhe tashmë aty ai pikërisht u përball me Pjetrin edhe Gjonin. Edhe ishte diçka normale për të, ndërsa ai i thërriste atyre çdo njeriu, pra i thërriste që kalonte tek porta, thotë: "Bëj se va", siç kemi ne këtu. I kërkonte pra ndihmë. Kjo ngjarje pra ndodhi ndryshe nga herët e tjerë. Edhe pa dy njerëz që po ktheheshin dhe po i thërrisnin vëmendje. Pjetri i tha: "Kthehu, më shiko." Edhe ai që janë nguli syt Pjetrit, edhe Gjoni tha: "Tani kush do i nxjerrë parat i pari? Ky apo ky?" Dhe Pjetri që i kthen përgjigjen në një mënyrë tjetër plotësisht ndryshe nga çka ai kishte dëgjuar më përpara. Shiko, Flori, paratha e Florin unë nuk kam, por çfarë unë kam do ta jap. Edhe i tha: "Në emër të Jezu Krishtit ngrihu dhe ec." Dhe e kapi prej dore. Ai njeriu ngrit për herë të parë në jetën e tij, u ngrit, ju forcuan këmbët edhe filloi të ecte. Filloi të heste dhe të vraponte, kërcinte, të hidhej përpjet. Po të shikojmë dhe fëmijët gjithmonë kanë shumë dëshirë që të vrapojnë, kanë shumë dëshirë që të eci, edhe nuk lodhen, po kanë një lloj gëzimi, një lloj paqe që ata kanë në momente të tilla, pra gëzojnë, ka një hare shumë të madhe dhe ata gëzojnë në mënyrë të pa shpjegueshme, le të themi. Edhe ndonjëherë neve kur shikojmë fëmijët që vrapojnë edhe bëjnë zhurmë, ndonjëherë bëhet edhe acaruese. Edhe themi: "Ndal, pushoni", por në fakt ata nuk ndalen. Edhe pikërisht me këtë gjë ndodhi dhe me këtë burr. Ky ishte burr, ky ishte i madh, edhe nuk donte t'ja dinte. Hyri në tempull, po kërcente, po vraponte, po hidhej përpjet, po lavdëronte Perëndin. Dhe ata njerëz e dinin se çfarë kishte ndodhur, e dinin kush ishte. Edhe pan me sytë e tyre për shumë kohë me radhë. Ata e kishin parë që ky ishte i çan, nuk ecte, por tani ai po ec. Kemi pikërisht momentin që të gjithë njerëzit tashmë kthejnë vëmendjen nga kjo ngjarje kaq e madhe, edhe ai njeri që rrinte afër Pjetrit dhe Gjonit dhe vazhdonte të lavdëronte Perëndin, dhe ata: "Po tani çfarë ndodh? Si ka mundësi që eci?" Edhe
Tjetri, kur i pa të gjithë këta njerëz që u fokusuan të këta dy, dhe, po ju tha, për çfarë shikoni? Mendoni, tha, se ne me fuqinë tonë ta e kemi bërë këtë gjë? Por në fakt është Perëndia përmes Krishtit, tha, që e bëri të mundur këtë gjë. Krishtin që juve, tha, e dërguat në kryq, Krishtin që ju edhe pse ishte i pafajshëm, ju e këmbyet me një fajtor, me një vrasës, dhe kërkuat që ai vrasës të lirohej dhe Jezusi të kryqëzohej. Tani e kuptoj, tha, që e keni bërë nga padia, siç e kanë bërë edhe etrit tua. Por është diçka interesante që neve duhet të ndalemi dhe të kuptojmë, është fakti që Perëndia bën pikërisht të gjë. I thërret vëmendjen njerëzve dhe thot pendo. Perëndia e di dhe kupton shumë mirë që njerëzit ndonjëherë mund të kenë vepruar dhe nga padia. Por kjo nuk do të thotë që është gabim, më falni. Kjo nuk do të thotë që është e lejueshme, por në fakt është gabim. Perëndia përsëri ofron mundësinë njerëzve që të mund të pendohen. Tek Isaia, në fakt, tek Testamenti i Vjetër, na thuhet, le të bregtisë i keqi rrugën e tij, le të kthehet tek Zoti që të ketë mëshirë për të, sepse ai fal me bollak. Pra që tek Testamenti i Vjetër, me profetë të ndryshëm, Perëndia thërret njerëzit që të pendohen. Ezekieli na thërret, pendohuni dhe kthehuni, bëni vetes një zemër të re dhe një frymë të re. Këto janë vargje shumë të rëndësishme që na ndihmojnë edhe për vargun tonë që ne duam të studiojmë. Psalmi 51, vargjet 10 dhe 17, kemi një shembull shumë interesant me Davidin, kur Davidi edhe pse ishte mbret, ai ofroi bëri kurorshkelje me Bathshebën, i vrau të shoqin, edhe donte që ta merrte edhe për grua, sepse ajo ngeli, tha. Por Perëndia dërgoi profetin Nathan, dhe Nathani e qortoi atë shumë ashpër, duke i kërkuar që të ndryshon. Davidi e kuptoi këtë gjë shumë mirë dhe pendesën që ai e bëri ndryshe, duke kërkuar që krijon një zemër të pastër tek unë, o Perëndi, vargu 10 dhe 17. Perëndia nuk do ta përbuz zemrën e thyer të shtypur. Pra, Perëndia nuk kërkon vetëm pamjen e jashtme të një personi, por kërkon gjithashtu dhe transformimin edhe ndryshimin që ndodh çdo ditë. Nuk është vetëm një moment. Ky varg, pra Veprat 3:19, është si një mënyrë për të ngjëllëzuar, por gjithashtu është dhe një mënyrë edhe për ne si të krishterë që jemi në besim, për t'u penduar, për të vazhduar që të kemi një marrëdhënie të shëndoshme me Perëndin. Pra pendimi kërkon një transformim të brendshëm, jo thjesht ndryshim sjellje. Perëndia kërkon zemër të re, siç thot dhe Ezekieli, dhe frymë të thyer, siç thot Davidi tek Psalmi 51. Shiko, e kemi shumë të lehtë që njerëzit që të ndryshojnë sjellje momentan. Ka pasur njerëz të ndryshëm që për shkak të ambientit qëndrojnë, ndryshojnë sjellje. Por në momente të tjera, ose le të themi, ka njerëz që shkojnë atë habitatin e tyre, edhe vazhdojnë me atë sjellje në mënyrën e të folurit që nuk kanë frena fare.
Por ne e kuptojmë që në dy ambiente të ndryshme njerëzit kanë sjellje të ndryshme. Perëndia nuk kërkon këtë gjë. Nuk kërkon që neve sipas ambientit të kemi sjellje. Perëndia kërkon që ne të ndryshojmë sjelljen, të ndryshojmë zemrën. Pavarësisht ambientit ku neve ndodhemi ose pavarësisht njerëzve që neve shoqërohemi, ne duhet jemi të njëjtë. Krishti pra thërret të njëjtën gjë, edhe është një nga mësimet e para që Jezus i bë, tek Mateu kapitulli 4, vargu 17, që atëherë Jezus i filloi të predikojë të thotë, pendohuni, sepse mbretëria e qiellit është afër. Ka një gjë shumë të rëndësishme që vjet theksi tek fjala pendoh. Pra nuk do të thot vetëm siç e kuptuam ndryshimi i sjelljes tonë, por do të thot ndryshimi i zemrës, ndryshim ose një frymë e re. Në marrëdhëniet tona ne këtë gjë e kuptojmë shumë mirë. Ne në shoqërinë tonë nuk do donim njerëz që të ndryshonin sjelljen për ne, por që ishte vetëm e jashtë. Por ne do donim që sjellja të ndryshonte plotësisht, me një zemër të thyrë. Siç e mbani mend dhe herën e kaluar që ka dy mënyra për të kërkuar falje. E para është më fal se më kape mat, edhe e dyta është më fal, sepse e kuptoj që është gabim dhe unë desha që të ndryshoj. E para është më fal se më kape mat, herës tjetër do jem me kujdesëm, do jem me fshet, por e dyta është më fal, e kuptoj që është gabim dhe desha të ndryshoj. Edhe ndonjëherë njerëz ka njerëz që janë të gatshëm që për të ndryshuar, por ka nevojë për ndihmë. Ka nevojë që të jenë më që ti kontrollosh. Ka njerëz që kanë momente ose kanë sjellje që janë bërë shumë të fiksuar mos asaj gjë. Edhe ndonjëherë nuk e ose siç themi ne vese që bëhen që janë shumë të vështira për tu hequr. Pra ka njerëz të tillë që kërkojnë ndihmë profesionale, le të themi, për të ndryshuar. Ka njerëz që nuk do me ditë, po më thot, për shembull, siç neve themi, shiko këtu në këtë ambient nuk lejohet duhan. Po më mirë, dakor, do bëjmë si do bëjmë një afër. Pastaj do dalim në se do të vazhdojmë. Ndërkohë që nuk do me ditë fare, fakti që duhani dëmton e kështu gjëra. Tek Luka thot do të ketë gëzim në qiell me shumë për një mëkatar të penduar sesa për 99 të drejtë. Pra, kemi momentin që Jezusi tregon atë shëmbulltyrën me 100 dele dhe një dele humbet dhe pariu që le 99 atë dhe shkon dhe kërkon. Pra ka një gëzim shumë të madh. Të treja këto vargjet na fillojnë me fjalën pendohu, duke treguar vazhdimsinë e pandryshuar të mesazhit hyjnor. Ne shikojmë që nga Testamenti i Vjetër na thërritet vëmendja ose i thërritet vëmendja atyre njerëzve pendohu. Tek Testamenti i Ri kemi Jezusin që e nis predikimet e tij, mësimet e tij me pendohu. Kemi apostujt tashmë Pjetrin te kapitulli 3 vargu 19 pendohuni dhe kthehu. Pjetri dhe Pali kanë të njëjtin mesazh për të bërë një krahasim ose një paralelizëm. Tek Veprat 2:38 Pjetri thotë, pendohuni dhe secili prej jush le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve. Kapitulli 17 shkon në Athinë dhe thot dhe atje në shesh, Perëndia urdhëron tani të gjithë njerëzit kudo të pendohen. Pani vazhdon gjithashtu tek letra e tij tek e dyta Korintasve, thotë trishtimi sipas Perëndis sjell pendim për shpëtim, kurse trishtimi i botës sjell vdekje. Vini re që pendimi sipas Perëndis sjell trishtim, sjell kthim dhe
sjell në fund shpëtim. Kurse pendimi sipas botës sjell keqardhje, sjell turp, sjell vdekje. Pra ti nuk heq dorë nga bota, po ndërkohë që sepse siç e dim neve ka njerëz në botë ose njerëz që na rrethojnë që njohim ne, dihen keqardhje për moment dhe vazhdojnë përsëri procesin e tyre. Ka nga ata njerëz që festojnë kur bëjnë keq. Diku më treguan një rast, kishte shkuar për të vjedhur dyqanin e tipujt, i kishte vjedhur të gjitha paratë, qa kishte dyqani domethënë, edhe në momenti pastaj kishin shkuar me një lokal edhe po festonin edhe tha ai që kishte hyrë aty që kishte vjedhur ato, tha këtë do lidha këtë shëndeta do ta pi për emrin e atij zotërisë që kishte dyqanin, tha se na bëri me lek tha. Ka njerëz të tillë që më fal që nuk duan t'ja dinë dhe mjafton që të arrijnë synimet e tyre, qëllimet e tyre momentane. Dhe në fakt kjo gjë do të sjelli keqardhjen, do të sjelli edhe keqardhjen për veten që nuk arrita të ndryshojë në kohë, do të sjelli turp se do të vi turp, por do të sjellë në fund vdekje. Ndërkohë që me Perëndin sjell trishtri, sjell dhe çik vuajtje sepse ti kërkon që të ndryshosh, po do të sjelli kthimin, do të sjelli shpëtimin. Ne themi i restaurimit që rikthehesh plotësisht si vjen hyno. Ka një pjesë tjetër interesante këtu tek vargu 19 që thot koha e frymarrjes së re, edhe aty thuhet vllai do vi, vllai i ri, që ke nevojë për një qetësi, për një paqe. Tek e dyta Pjetrit, kapitulli 3, vargu 9 thot Zoti nuk vonon premtimin, por është i durueshëm ndaj jush duke mos dashur që ndokush të humbas, por të gjithë të arrijnë ku? Te pendimi. Zbulesa kapitulli 21 vargu 4 thot Perëndia do të fshijë çdo lot, vdekja nuk do të jetë më as i zi, as klithëm, as dhimbje, nuk do të ketë më në momentin që vinë tek Perëndia. Ata që presin Zotin, thot Isaia 40:31, ata që presin Zotin, rinovojnë forcën e tyre, ngrihen me krah si shqiponja. Pra pendimi sot që shpëtimin tani dhe hap rrugën drejt përjetësisë së lavdishme. Kemi këtë momenti që Perëndia na premton edhe që është paqja shpirtërore, qetësia shpirtërore që neve marrim kur ne na hiqet barra e mëkatit. Kur e keni vënë re ose nuk e di, do e keni arritur ta analizoni veten tuaj, po nuk besoj që do t'i ketë shpëtuar ndokujt kjo. Që në momentin që keni lënduar dikë, keni kërkuar falje, jeni pajtuar, keni parë që faljen e keni marrë, edhe ti vetë e ke kuptuar që ajo është gabim dhe kërkon që të ndryshosh, e keni vënë re çfarë lehtësimi ndjeni nga barra që keni ndjerë më parë. E njëjta gjë është edhe në momentin që neve ndjejmë përpara Perëndisë, sepse kur ke këtë lloj çlodhje, kur merr këtë kohën e çlodhjes, e paqes, e qetësisë shpirtërore, ti bëhesh një njeri ndryshe. Pra pendimi është si rrugëtim, jo një ngjarje e vetme. Është një proces që vazhdon deri në momentin sa ne të jemi gjallë. Zbulesa kapitulli 3 vargu 19 thot unë qortoj dhe ndëshkoj të gjithë ata që dua. Ki zell pra dhe pendo. Luka 3:8 thot bani fryte të denja për pendim. Perëndia mund t'i ngrej bi Abrahamit edhe nga gur. E dyta Kronikas dhe kapitulli 7 vargu 14
Nëse popullin kthehen nga rrugët e tij të këqija, atëherë unë do ta dëgjoj nga qielli, do t'i fal mëkatin dhe do ta shëroj tokën. Pra frytet e pendimit të vërtet është jeta e ndryshuar, dashuri ndaj të tjerëve, drejtësi, bujarim, falje ndaj armiqve. Një besimtar i mençur, i matur, ruan zemrën e tij vazhdimisht të ndjeshme ndaj Perëndisë. Ne kemi vënë re gjithashtu faktin kur me njerëzit tanë, kur njerëzit na kërkojnë falje ose edhe kur kërkojnë falje, ne mund t'i themi atyre që na kërkojnë falje, mirë, ma trego që je penduar. Siç thot vargu 8 tek Luka. Bëj fryte të ndenja për pendim, pra. Më trego që ti je penduar me të vërtetë. Por gjithashtu është shumë e rëndësishme që ne ta ruajmë zemrën tonë të butë, të punueshme përpara Perëndisë. Edhe kjo, po ta vëmë re, ne na ndihmon edhe në marrëdhëniet tona me njëri tjetrin. Pendimi në fakt është si vendim i mençur, sepse ndihmon ose rikthen ose fiton përsëri marrëdhëniet e humbura, marrëdhëniet e dëmtuara. Vepra 3:19 është në fakt një diamant teologjik me shumë faqe. Ai shpreh pendimin, shirjen e mëkateve dhe restaurimin eskatologjik, që është një restaurim i plot, pra që ndodh, një proces i plot që ndodh jo vetëm për një person, por në të gjithë atë grupin shoqëror që ai ndodh, ku të gjithë e kuptojnë që po, procesi i pendimit ka ndodhur, po kemi parë që ky ka ndryshuar. Sollëm shembuj të ndryshëm, pra nga dhjata e vjetër, Isaia, Ezekieli, Davidi, ishin thirrje të hershme për pendim. Dhjata e re, pam shembullin e Jezusit, pam mësimin, predikimin e Pjetrit, Palit, që është mesazhi apostolik ku thot pendohuni dhe kthehuni. Thirrja mbetet e gjallë dhe urgjente edhe për ne sot. Pendohuni, pra, dhe kthehuni që të fshihen mëkatet tuaja kur të vijë koha e çlodhjes nga prania e Zotit. Dima të thënë atë shprehjen, kur jemi mirë me shëndet, kemi 1000 problem. Kur jemi sëmur, kemi vetëm një problem. E njëjta gjë është dhe me anën tonë shpirtërore. Ti lutemi Zotit që Zoti na hapi sytë dhe të kuptojmë se sa urgjente është dhe ana jonë shpirtërore, që ne të mund të pendohem, që ne të mund të marrim faljen e Perëndisë. Koha është tani, si për ne që të forcojmë marrëdhënien tonë me Perëndin, me njëri tjetrin, dhe të vazhdojmë t'i sjellim lavdë e Zotit. Koha është tani që t'i themi miqve tanë, njerëzve që ne rrënjohim për Zotin. Nuk na dëgjojnë, po është e vërtet që nuk na dëgjojnë. Nuk na përfillin, po është e vërtet që nuk na përfillin. Por ne duhet bëjmë punën tonë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin për ne. Zoti na bekoftë dhe Zoti na dhënë paqe, Zoti na dhënë mençuri që t'i sjellim atij lavdë.